Kaç kattayız şu an? Net. Net je da. O, kadar borasıydı. Abi ke pa ta shok tani mo. Tani. Kam dëgjuar se sitin pa i vet. Sa po dol, në fakt, nga policia e Shkodrës. Çfarë ndodhi sot? Sot si zakonisht është dita e 10 që unë shoqërohem, pra është e hera e 10 që u shoqërohem nga 5 orë, kurse ditën e shtunë unë kam qëndruar 30 orë i ndaluar, ku prokuroria rrethgjysor Shkodër e ka quajtur pa ligjin ndalimin në ambientin e policisë. Ndalimi im ka qenë si një iniciativë e një personi, një polici që ka dëshirë shumë të madhe që të bllokojë dhe të ndalojë që protestën ta frenojnë, por nuk do të arrin kur. Tani kam dalë, jena gjithë bashkë. Kemi edhe një person të ndaluar brenda, i cili po jep shpjegimet, do ta presim këtu dhe ju jap një lajm që ky lajm është i imi dhe gjithë i tyre banorëve që kam këtu pranë. Këta janë ata që kanë pas mundësi që të vinë nga Rrjolli, kurse në Rrjoll janë fshatarë tjerë që na presin për lajme të mira, që ne nuk do të ndalim protestat, deri në fund do të jemi, deri në fund derisa të fitohet e drejta jote. Sa persona kanë qenë ndaluar ditën e sotme? Sot kemi 6 persona, cilët 5 dolem dhe personi tjetër është në pyetje ku pritet me dal edhe ai. Do të vjoni rezistencë? Patjetër, unë thash pak më përpara, ne nuk na ndalon asgjë që të mbrojmë pronën tonë. Unë jam betu që pronën nuk e fali dhe prona do të jetë e jona deri në fund. Me çdo lloj çmimit. Faleminderit.